haron më të madhe, buxhetin më të madh historitë Republikës Kosovës në herë për këtë periudhë 5 vjeçare. Po ndalemi pak tek siguria. Në qoftë se krenaria e Kosovës është ushtria e Kosovës, a e dini ju që për me mujt tërë temë thelbësore e ushtrisë ka qenë sigurimi i ushqimit. Ne e kërkojmë nga jo që tek ushtria investimet të rriten jo me fjalë, jo me fotografi me drona e pastaj me demantue, po me u bo investime reale, njëkohësisht për policinë, u folë për mirëqenie, çka kem bo për policinë e Kosovës. Po nalna edhe të 2 pika, dhe po e përfundoj. Tek politika e jashtme. Çka ka ndodhur? Ka pas Kosova politikë të jashtme? A e dini ju që ne kemi pas rastin ideal? Shteti jonë është sulmu për një shtet tjetër në rastin Banjska. S'ka mujt me ndodh një ngjarje në një forum ndërkombëtar, në Truez, as Bruxelles, as në Washington, as New York, as në Londër, as askund me argumentu që kem qenë sulmum. E kem rastin, është akt akuza publike. Regjia zgjat janë fjalën deputeti Tahiri. Asnjë organizim, asnjë politik aktive diplomatike. Ambasadat janë met jetim, janë met pa mbështetura. Trupa jonë diplomatike e bën aq sa mundet, po jo aq sa ka mbështetje dhe përkraje nga ju. Tek marrëdhëniet me aktor të kyç, po flasim fillimisht për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur ma ult marrëdhëniet bilaterale nuk i ka pas Kosova dhe Amerika. A e dini që është vendi ynë që e ka humb marrëdhënien bilaterale, lidhjen strategjike me SBA-n? A e dini që ne kemi qenë në sankcione veç para disa muajve? Dhe jemi, do të thotë, kem humb me mija fonde për shkak një politike totalisht jo aktive. E kem humb antarësimin në Këshill të Evropës. E kem humb për shkak të eksperimentimit dhe qasjes autoritare. Dhe në fund, jo nga rëndësia, por në fakt, kjo është çështja më e rëndësishme. U fol për vlerat e luftës, u fol për ata në Hag, dhe do të flas pak për Kosovën. O shumë let me thurr e lozhe, e lavdi e mos me bo asgjë. Është kjo qeveri e cila e ka përjashtu veteranin nga ligji. Është kjo qeveri e cila nuk ka marrë asnjë veprim. Ne presim, unë pretësha nga ky ekspoze që të thuhet diçka edhe rreth kësaj teme. Pra vlerat e lirisë mbrohen vetëm atëherë kur